Mbani rozmarin në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto probleme. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për venditë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit dhe përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet janë të shumta. Ajo ka ndikime pozitive për shëndetin e mushkrive. Rozmarina mund të përdoret si lehtësuese, duke u vendosur në zjerje dhe avulli i thithur prej saj mund të japë rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të mushkrive. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Për të ulur rrezikun e prekjes nga ky problem, duhet që të përdorni rozmarinën edhe në gjendjen tuaj për të lehtësuar këto komplikacione. Rozmarina gjithashtu është e mirë për tretjen kundër depresionit dhe largon gjithashtu edhe papastërtitë në organizmin tuaj.